1 janari 2026 mund të jetë një gënjeshtër. Kjo është teoria e konspiracionit të kalendarit dhe ne mund të jetojmë në vitin 1729. Perandori i shenjtë romak, Oto i III dhe Papa Silvestri II donin të sundonin gjatë vitit 1000 të erës sonë, 1000 vjeçarit profetik. Por kishte një problem. Ata po sundonin shumë herët për të arritur atë vit profetik. Kështu që ata bën diçka të paimagjinueshme. Ata shpikën 297 vjet histori, duke fabrikuar dokumente dhe dorëshkrime, manipuluan kalendarin dhe krijuan një epokë të tërë që ne e quajmë epoka e errët. Ata shpikën fjalë për fjalë Karlin e Madh, perandorin e madh që mund të mos ketë ekzistuar kurrë. Provat që mbështesin këtë teori përfshin gjetje arkeologjike që mungojnë në mënyrë të dyshimtit nga ajo periudhë dhe llogaritje kalendarike që nuk përputhen. Nëse kjo teori është e vërtetë, atëherë ne mund të jetojmë në vitin 1729 dhe jo në vitin 2026, dhe kuptimi ynë i historisë mesjetare është i fabrikuar. Botës përreth nesh mund t'i mungojnë 3 shekuj përparimi njerëzor.